Mali i Dajtit, vetëm 22,4 km larg qendrës së kryeqytetit, 1613 metra mbi nivelin e detit, është një tjetër atraksion i mrekullueshëm për turistët. Kreu i qeverisë, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka ndarë pamjet magjike nga Mali i Dajtit. Filmimet e kryera me dron nga lart pasqyrojnë larmishmërinë e shtigjeve të pyjeve të dendur e të zerdhura në stinën e vjeshtës. Mali i Dajtit me peizazhe pyjore të ahut, tushkut, gështenjave frashërit pisha të zeza, të fton të shkëputesh tërësisht nga jeta urbane e Tiranës për të bërë pjesë me natyrën, me rreth 26 lloj drurësh dhe shkurrësh pyjore, të cilët mbulojnë rreth 80% të territorit, bimëshe barishtore, kafshët dhe shpendët e egra, dymaja dominuese, ballkone që qëndrojnë mbi shkëmbin të bjerrët. Kjo zonë është kthyer në një atraksion për turistët e huaj që pëlqejnë natyrën dhe aventurën. Vizitorët mund të shijojnë edhe pamje spektakolare të perëndimit të diellit që mbi 1000 metra lartësi ofrojnë një spektakël të mahnitshëm, duke u shoqëruar edhe me një pafundi dritash zhulluese të kryeqytetit.